Tronditet Roma gjende në një park trupat e pajet të një gruaje dhe një foshnjë 6 muajshe. Një pas dite vere në varkun, Villa Doria Pamfili u kthye në një skenmangthi pas zbulimit të 2 trupave të pajet të një foshnjë 6 muajshe dhe një gruaje. Ngjarja ka tronditur banorët e zonës dhe ka vënë në lëvizje hetuesit italian në kërkim të së vërtetës pas këtij misteri të errët. Rreth orës 16:30 të së shtunës në një zonë të parkut të kthyer në vend grumbullim Beturinash, u gjet trupi një vajze të vogël rreth 6 muajshe. 2 kalimtare fillimisht menduan se bëhej fjala për një kukull, por pasi afrohet një burr e kuptuan të vërtetën tronditse. Foshnja ishte lakuriq, me shenja traume në krahun dhe këmbën e djathtë. Vetëm 4 orë më vonë, rreth 100 metra më tej, një tjetër zbulim makabër, trupi një gruaje i fshehur në një thes të zi në një resht me olandra, trupi i gruas i zhveshur. Vetëm 4 orë më vonë, rreth 100 metra larg, një tjetër zbulim makabër, trupi një gruaje e fshehur në një thes të zi në një resht me oleandra. Gruaja ishte e veshur, por pa dokumenta identifikimi, një lidhje e mundshme në nebi. Hetuesit dyshojnë se të 2 viktimat mund të jenë të lidhura ndoshta në nebi dhe se të 2 trupat janë braktisur nga i njëjti person. Është një histori absurde, deklaroi prokurori Antonio Verdi, që mbriti në vendngjarje mbrëmje vonë. Ai shtoi se do të bëhen analiza ADN-je për të përcaktuar lidhjen mes viktimave dhe për të ndriçuar shkaqet e vdekjes. Sipas vlerësimeve të para mjekoligjore, gruaja ka ndruar jetë më parë se foshnja, por nxehtësia brenda çantës ku u gjet mund të ketë përshpejtuar dekompozimin e trupit të saj.